Të reshgues jemi në koha për të zgjuar këtu në News 24, sot është ditë e martë, data shënon 22 prill 2025, është dita 112 e vitit, deri në përfundim të këtij viti kanë mbetur dhe 253 ditë të tjera, 253 mundësi për gjithë ju për të realizuar objektivat që i keni vënë vetes. Dielli sot ka lindur në orën 05:52 minuta, ndërkohë që do të perëndojë në orën 19:28 minuta. Ne nisim si zakonisht me shtypin e ditës për të vijuar më pas në pjesën e dytë me telefonata dhe në pjesën e tretë të jemi me ekspertin e ditës që sot do të jetë zoti Gylsen Zhlima, avokati, me të cilin do të diskutojmë për pronat. E nisim me panoramën fillimisht. Integrimi i Shqipërisë, aferat korruptive, Berisha, nuk shkohet në Europë me Ballukun. Hetimi Sali Berisha akuzoi ministren Belinda Balluku se ka vjedhur me unazën e Tiranës duke coptuar 13 kilometra në 14 kontrata. Kreu i PD-s apeloi se nuk shkohet në Europë me hajdut si Lubi Balluku. Sipas tij, rruga drejt BE-s hapet kur bandat kriminale vendosen para drejtësisë. Teksa renditi disa fakte që i quajti skandale, Sali Berisha shprehu shqetësimin se SPAK-u nuk po heton Ballukun për 130 milion euro të inceneratorit të Tiranës apo 80 milion euro të anijeve fantazma që ai quajti tigrat e Belinda Ballukut. Në faqen 2, materiali i plot. Deti po më kujton kur dole Lakuriq, batutat e Ramës me Majkon për foton nudo në plazh, mesazhi për opozitën. Rama dhe Manastir Liu në Akademinë e Futbollit Dyra City, një nga komplekset sportive më të mëdha të rajonit, pjesë e Manchester Cityt. Në faqen 3. Papa Francesku shuhet në ditën e Pashkës, bota në zi, amaneti i Atit të Shenjtë, dyshimet për arsyeën e vdekjes. Kush e drejton Vatikanin? Një irlandezo-amerikan në kryet periudhës sede vakante dhe detyrat. Faqet 6 dhe 7, materiali i plot. Korrupsioni 2.000 euro për një aksident, akuzat e SPAK për 3 zyrtarët e policisë. Udhëzimi, siguria ushqimore, çdo produkt me kod identifikimi nga 2026. Në faqen 11. Festa Pashka, Simfoni Kryqi, fitore mbi vdekjen, ndriçim njerëzor, nga Ferdinand Samargji, në faqet 12 deri në faqen 14. Vendin po e çoni drejt shkatrimit, promemoria e Trebeshinës për Enverin më 1953-shin, dosja e shkrimtarit, pas kritikave dënimi me burg. Hapësira opinion, Besim Drejgjoni, bota humbi bekuesin e paqes, Papa Franceskun. Agim Baçi, mëkati i madh i dëshpërimit dhe opinioni fundit vjen nga Edison Ypi, miku im i mirë. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Panorama për ditën e sotme, e gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në vend. Ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, është radha e Gazetës Telegraf, shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Raporti deputetët përlan mbi 11 milion euro nga taksat e qytetarëve për dieta dhe udhëtime. Shpenzimet e kuvendit për vitin 2024 tregojnë se në total janë shpenzuar afro 17 milion euro. Nga këto, mbi 1.1 miliard lekë të reja ose 11 milion euro vetëm për pagat që marrin deputetët. Në vitin 2023, deputetët e Bashës dhe Partia Socialiste u bën bashkë dhe rritën pagat e ligjvënësve. Mirë po në këtë raport tregohet dhe një hile që kanë bërë deputetët. Pasi duke rritur pagat, ata kanë rritur edhe dietat, bonuset e rimbursimet e karburantit, telefonit e të tjerë. Faqe 19, materiali i plot. Papa Francesku ndroi jetë të hënën e Pashkëve, speciale nga Frank Shkreli, ish drejtori VOA-s. Shkoi në amshim Papa i shqiptarëve. Shqiponjat fluturojnë lartë, por kthe në folën e tyre, u ka thënë Papa Francesku shqiptarëve. Prandaj uroj që shqiponjat, të cilën e shikojmë në flamurin e vendit tuaj, t'ju kujtoj gjithnjë shpresën, për ta mbështetur për herë besimin tuaj në hyn, që nuk zhgënjen, por është gjithnjë për krah nesh në raste të vështira. Vizita e Papa Franceskut në Shqipëri në vitin 2014, ashtu siç ishte edhe vizita e Papës Gjon Palit të dytë më 1993 në tokën arbrore, tregon se gjithçka ngjallet e përtërihet, se e mira triumfon mbi të keqen, se e vërteta ngjallon mbi gënjeshtrën.
Në faqet 12 dhe 13, materiali i plot. Kryeministri Rama, shqiptarët takime historinë, Partia Socialiste me mbi 74 mandate në 11 maj, BE-në ka hapur derën. Avokatë Ndue Pietra, dialogu mes zhdukjeve në Shqipëri po evoluon, Shqipëria po përballet me realitetet ronditëse që duan zgjidhje. Pejton Niko Gjoni, të besosh premtimet e kandidatëve është si të besosh se lepuri do bëj vezë pas zgjedhjeve gati si vit për t'ia mbathur. Flet Martin Hens, sa më shumë korupcion, aq më e madhe është pabarazia. Njerëzit vuajnë jo vetëm ekonomikisht nga korupcioni, por duhet pranojnë edhe kufizimet në lirinë e shtypit të mendimit, barazinë arsimore, mbrojtjen e pronës, lirinë për veprimtari investimi e të tjerë. Opozita shqiptare, Berisha, pas 11 majit do t'ulen taksat dhe do rriten pensionet. Meta, Puka hap rrugën drejt fitores, do t'i rikthejmë shkëlqimin. Xhelal Mziu në Burrel, koha për ndryshim, prioriteti ynë qytetar. Dosier nga Çano Nora. Historia e Elias Maliq Lazaratsit, miku të Fanolit që Ahmet Zogu e emëroi prefekt të Gjirokastrës. Studimet në SBA, dasma që çuditi Lazaratin dhe amerikanët që i shpëtuan jetën. Këto ishin titujt kryesore dhe nga Gazeta Telegraf për sot. Zhvendosemi tani te një tjetër gazete e përditshme, është radha e gazetës Fjala. Shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Fushat pa etik, Rama të rinjve, kërkoni Rama nudo, Sali Berisha, fushat e turpshme. 3 javë para datës së zgjedhjeve, fushata elektorale po shoqërohet me fjalime bulliste, disi denigruese dhe jo etike. Në akuzë po vendoset kryeministri Edi Rama për deklaratat e tij, por nga ana tjetër as Berisha dhe mbështetësit nuk qëndrojnë pas, duke sulmuar po me gjuhë denigruese kryeministrin Rama. Faqen 2, materiali i plot. Zgjedhjet Berisha fushat në SPAK i premton Metos liri dhe dëm shpërblim. Në kulmin e fushatës elektorale, kryetari i PD Sali Berisha u paraqit në prokurorinë speciale për zbatimin e masës së sigurisë detyrim paraqitje. Berisha dha mesazhin se aleati i tij Meta dhe shumë të tjerë që sipas tij po bëjnë burg të padrejt, do të dëmshpërblehen me rrogat e qeveritarëve aktual. 22 prilli, dita e tokës, planeti i kaltër po thërret për ndihmë. Nga Leonard Veizi në faqen 5. Analiza fuqia jon, planeti ynë, tani është koha për energjinë e rinovueshme. Nga profesor doktor Fran Gjoka. Skënder Mingjozi, opinion, donte një fushat si të Trumpit, po i del një fushat si e Bidenit. Suplementi histori, historia fuqia hipnotike dhe ëndra panarabe e Gamal Abdel Naserit. Këto ishin titujt kryesore dhe nga Gazeta Fjala për ditën e sotme. Ne do të zhvendosemi tani tek një tjetër gazete e përditshme, është radha e ditës. Shohim titujt kryesor të saj për këtë të martë. Çfarë ndodh pas vdekjes së Papa Franceskut, si do zgjidhet kreu i ri i katolikëve? Nga i pari me ngjyrë te ai aziatik, cilët janë 8 pasardhësit e mundshëm të Papa Franceskut. Në testamentin e tij kërkon që të varroset thjesht dhe pa ceremoni të veçanta. Mbi varr kërkon të shkruhet një fjalë vetme. Faqet 16 deri në faqen 19, materiali i plot. Kryeartikulli i ditës, fushata dhe analizë, si Trump ka vetëm kapelen. Sali Berisha po bën të flitet shumë për të në këto orë. Jo aq për premtimet e fushatës, por më tepër për gafat, gjestet dhe shkarjet banale para kamerave. Po i ngjan për ditë më shumë Bidenit që e urren për nën gratën, gjithçka normale dhe fiziologjike për një njeri me shumë vite mbi shpinë, por njëherë është bie ndesh me modelin dhe mentalitetin që Saliu ka kultivuar në politikën shqiptare. Faqet 2 dhe 3, materiali i plot. Me robaze shkruan të vetmit që mund t'ja shmangnin këtë telendisje ishin fëmijët dhe gruaja.
Por me sa duket, fëmijët, mes një babai që po bëhet me ore minut dhe një kryetari opozite që t'i mbrojë ata nga drejtësia, u duhet ky i dyti, qoftë edhe qesharak. Deri në 11 maj u duhet thjesht të ri në këmbë. Investigimi nga 10 firma në garë, 9 me ofertë të njëjtë, e vetmja ndryshe u skualifikua. Një procedurë tepër e dyshimt, renditja e firmave vetëm me pikavarazh dhe jo me ofertë. Në faqen 7. Tituj të tjerë: pastrimi i parave, historia e truallit në Tiranë që u ble 90.000 dhe u shit për 2.2 milion euro. Një rast nga raporti i Agjencisë së Inteligjencës Financiare që tregon itinerarin e pastrimit parave në ndërtim. Në Brëndësi, vështrim mbi zgjedhjet politike të 11 majit nga Kujtim Tamo. Një trashëgimi e shenjtë që jeton, nga Dorian Koçi. Investigimi tendera sekret dhe të mbyllur për mjekësinë, 2 milion euro pagar, parat lumë, por gjendja lë shumë për të dëshiruar, sidomos te onkologjiku. Në Brëndësi, lidhja e lëngut të bizeleve me mëlçin nga rubrika e shëndetit. Dhe raporti KLSH-s, plazhet, formula 70/30 nuk zbatohet. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Dita për ditën e sotme. Zhvendosemi tani tek Gazeta Sot, shohim titujt kryesor të saj. SPAK OSBE blindojnë Fierin dhe Elbasanin për zgjedhjet e 11 majit. 60 agent të BKH-s, monitorim të rrept të shkeljeve të kodit zgjedhor nga kandidatët për deputet. Sali Berisha shkon në SPAK dhe kërcënon prokurorët special. Flamur Noka zbardh detaje nga komploti që po i bëjnë reformës në drejtësi. Nesër GKK vendos nëse dosja e aferës Partizani do të shkojë për gjykim apo jo. SPAK sekuestron 553 telefona, hard diskje USB, karta memorie, laptop, dron dhe GPS. Në skaner drejtor, biznesmen, deputet, ministra e ish-ministra. Faqen 3. Edi Rama kërkon fitore në 11 maj me foto nudosin 2007-ën, thirrje fëmijëve të shikojnë në internet pamje cullak, siç e ka bërë nëna. Alfred Sako zbardh kulisat, jap se Ilir Meta do të lirohet nga burgu dhe si Edi Rama po mundohet të shpëtoj nga presidenti Donald Trump. Edi Rama, kryeministri më i korruptuar dhe më gënjeshtar në botë, ja 14 mashtrimet elektorale në 12 vite qeverisje. Ja si dështoi me pensionet, ujin, rrugët, arsimin, shëndetësinë dhe pusin e shpiragut. Tituj të tjerë në Gazetën Sot. Thellohen skandalet në dogana, ja si drejtori antikontrabandës po shkatron bizneset e importit nga Turqia për të favorizuar biznesmen të lidhur me politikan. Erion Braçe plas skandalin, akuzon biznesmenët, gjykatat dhe hipotekat për grabitje mafioze të tokave publike pranë fakultetit juridik. Thirrje për hetim nga agimi deri tek garda. Ja si po zgërlaqet koalicioni Berishës, demokratët kundër kreut të PD-s, disa kandidat për deputet rrezikojnë mandatin për shkak të Ilir Metës dhe shpëtimi Drizit. Nën Gratës i ikën edhe një parti nga Aleanca. Jaho Brahaj, një pjesë e trashëgimisë son arkitekturore, historike, është shkatruar nga mosvlerësimi apo dhe për të ndërtuar antivlera. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Sot për ditën e sotme. Ne do të zhvendosemi tani te një tjetër gazete përditshme, këtë herë përditshmja më e madhe sportive në vend, Panorama Sport. Shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Kush e sulmon Serbin, ku gjezinte reparti të avancuar në luftë për një fanell titulari. Armando Broja, Rejmanaj apo Myrto Uzuni? Analiza në faqen 11. Partizani e Gnatja të kujt hyn në javën e stuhis, Tetova do përmbysjen.
Dinamo Vllaznia blut të plot para shkodranëve, Patushi, Bërdariç është frikacak. Tirana bledi Shkëmbi tani në sulm, nuk kemi çfarë të humbasim. Sinan Idrizi, flamurtari unë gjallë për Pashk, ju zbuloi ekipin e elitës. Titujt të tjerë, parashikimet 1x2 në Panorama Sport, ndeshjet e sotme në faqen 24, Itali, Interi ka ekip, Napoli ka trajner, si ndahet titulli. Angli, Liverpooli, Van Dijk, festojmë nga divani. Spanjë, Flick, pranoj pa kënaqësit, jo histerit. Titulli fundit vjen nga Formula 1, Hamilton, piloti kthehet çështje te Ferrari. Këto dhe shumë tituj të tjerë i gjeni në gazetën Panorama Sport të ditës sotme, gazetën më të madhe sportive në vend, e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në Shqipëri. Ne do t'i rikthehemi tani edhe një herë titujve kryesor të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Integrimi i Shqipërisë, aferat korruptive, Berisha nuk shkohet në Europë me Ballukun. Hetimi Sali Berisha akuzoi ministren Belinda Balluku se ka vjedhur me unazën e Tiranës duke coptuar 13 kilometra në 14 kontrata. Kreu i PD-s apeloi se nuk shkohet në Europë me hajdut, si lubi Balluku. Sipas tij, rruga drejt BE-s hapet kur bandat kriminale të vendosen para drejtësisë. Teksa renditi disa fakte që i quajti skandale, Sali Berisha shprehu shqetësimin se Spaku nuk pajeton Ballukun për 130 milion euro të inceneratorit të Tiranës, apo 80 milion euro të anijeve fantazm që ai quajti tigrat e Belinda Ballukut. Në faqen 2, materiali i plot. Kryeartikulli i Panoramës për sot, deti po më kujton kur dole Lakuriq. Batutat e Ramës me Majkon për foton nudo në plazh, mesazhi për opozitën. Rama dhe Manastirliu në Akademinë e Futbollit Dyra City, një nga komplekset sportive më të mëdha të rajonit, pjesë e Manchester Cityt. Në faqen 3, materiali i plot. Papa Francesku shuhet në ditën e Pashkës, bota në zi, amaneti i Atit të Shenjtë, dyshimet për arsyeën e vdekjes. Kush e drejton Vatikanin? Një irlandezo-amerikan në kryet periudhës së de vakante dhe detyrat që ai merr, në faqet 6 dhe 7. Korrupsioni 2.000 euro për një aksident, akuzat e SPAK për 3 zyrtarët e policisë. Udhëzimi i siguria ushqimore, çdo produkt me kod identifikimi nga 2026. Në faqen 11. Festa Pashka, Simfoni Kryqi, fitore mbi vdekjen, ndriçim njerëzor. Nga Ferdinand Samargji. Vendin po e çoni drejt shkatrimit, promemoria e Trebeshinës për Enverin në 1953, dosja e shkrimtarit, pas kritikave, dënimi me burg. Materiali mjaft interesant në faqet 16 dhe 17. Shohim dhe hapësirën opinion, bota humbi bekuesin e paqes, Papa Franceskun, shkruan Besim Drejgjoni. Agim Baçi, mëkati i madh i dëshpërimit, në faqen 18 dhe opinioni i fundit vjen nga Edison Ypi në faqen 19. Miku im më i mirë. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Panorama për ditën e sotme, gazetën më të madhe shqiptare e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend. Ne do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, pas pak në pjesën e dytë me telefonatat dhe në pjesën e tretë me avokatin Gylsen Zhdllima, do fokusohemi kryesisht te pronat. Kthehemi pas pak.